Të nderuar miq të Ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi në datën 27 nëntor. Kjo ditë bie ditë e diel, dita e Zotit. Ne e kemi theksuar dhe do ta theksojmë gjithmonë se dita e diel është një ditë e veçantë për ne krishterët ortodoks, sepse është dita ku neve të gjithë si individ, familje, komunitet mblidhemi në kishat e Perëndis, në qytet, në fshat, dhe atje marrim pjesë në lutjen zyrtare të kishës, që është liturgjia hyjnore. Të dashur më Krishtin, e diela është të përcaktuar Perëndis. Zoti na ka lënë gjithë ditët e tjera të javës që ne të përkushtohemi vetes, probleme familjare, sociale, në vendit e gjithçka tjetër, kurse ditën e diel ai e ka caktuar për vete. Të paktën në mos e gjithë dita, të paktën 2 orët e mëngjesit, pra nga ora si pas asaj ku kryet dhe liturgjia hyjnore, ora 8 deri në orën 10, ne duhet të marrim pjesë në kish. Kjo është shumë e rëndësishme, të dashur më Krishtin, sepse pjesëmarrja në kish nuk është thjesht se po i bëjmë në nder Zotit ose kishës. Gjithçka është për interesin ton. Perëndia nuk ka nevojë për ne, as për adhurimin ton, as për lutjet tona, po ashtu edhe kisha që është trupi i Krishtit. Gjithçka është për ne. Ne shkojmë dhe adhurojmë Perëndin dhe falenderojmë Perëndin dhe Perëndia na jep hirin e tij, dhe po ashtu dhe kisha na jep misteret e saj, që janë kanalet e hirit të Perëndis. Në mbi të gjitha na jep misterin më të madh, që dhe ëngjëjt kërkojnë ta marrin me lakmi, por nuk e marrin dot. Na jep trupin dhe gjakun e Krishtit, që e marrim çdo herë sa kryet liturgjia hyjnore, sidomos në ditën e diel, ku ne kemi mundësi të shkojmë në kishë, sepse është ditë pushimi. Prandaj respektoni të dielën, që Perëndia t'ju bekojë, t'ju fuqizojë me hirin e tij, që të përballoni gjithë sfidat e jetës, ta kaloni mirë në këtë jetë, por edhe të fitojmë dhe jetën e përjetshme. Jeta e përjetshme nuk është diçka që fillon pas vdekjes. Jeta e përjetshme fillon këtu, që në këtë jetë, pra ne përjetojmë jetën e përjetshme këtu, sidomos në liturgjinë hyjnore, ku hyjmë në atë gjendje pa kohë të Zotit, hyjmë në mbretërinë e Zotit. Dhe atë që ne bëjmë këtu me anë të ikonave, me anë të mistereve, me anë të adhurimit, atë do ta përsosim në mbretërinë e qiejve, pra kur kalojmë nga kjo jetë në jetën e përjetshme. Por nëse neve këtu do jemi larg kishës, larg liturgjisë hyjnore, nuk do respektojmë ditën e Zotit, mos mendojmë se do bëhet një çudi e madhe dhe Zoti do na tolerojë për të na futur në mbretërinë e qiejve, në adhurimin e përjetshëm, ashtu si bëjnë dhe ëngjëjt e shenjtorët. Jo se Zoti nuk do, por neve nuk duam dhe pozicionohemi kundër Zotit, pra duke mos respektuar të dielën. Por le të vazhdojmë dhe të flasim edhe për pjesën që nga letrat e apostujve lexojmë sot, nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargu 14 deri në vargu 22. Ne do përqendrohemi vetëm në një vargu 20, sepse u ndërtuat mbi themelin e apostujve e të profetëve. Pra u ndërtuat mbi themelin e apostujve, dhe këtu flet për kishën. Kisha është ndërtuar mbi themelin e apostujve, dhe guri i qoshës i këtij themeli është vetë Zoti Jezu Krisht, ashtu siç edhe ne e lexojmë tek letra e apostullit Petros, që na flet për Krishtin si guri i qoshës. Dhe më konkretisht në letrën e apostullit Petros ne lexojmë: ja po vë në Sion një gur qoshe, të zgjedhur, të çmuar, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. Por ju pra që besoni, ai është i çmuar, por për të pabindurit, guri që ulltej nga ndërtuesit, ai u bë gur i qoshës. Dhe apostulli Pavli këtu, apostulli Petro, këtu e ka fjalën për Krishtin, që është guri i qoshës i këtij themeli apostolik që u ndërtua nga apostujt. Siç thotë apostulli Pavli përsëri në letrën e tij, dhe unë si një arkitekt i mirë hodha themel, dhe secili të shikojë si ndërton në këtë themel, dhe ky është themeli apostolik. Prandaj edhe kisha jon quhet kisha katolike apostolike, ortodokse. Dhe do dim që Zoti Krisht zgjodhi në fillim 12 apostujt, pastaj edhe 70 dishepujt, dhe i dërgoi tek populli i Izraelit, pastaj i dërgoi te gjithë kombet.
dhe i dha autoritetin e tij. Madje nëse ne lexojmë tek Ungjilli sipas Lukait, na thuhet për autoritetin që Zoti Krisht ju ka dhënë apostujve. Shikoni çfarë thuhet. Kush ju dëgjon juve, më dëgjon mua. Kush ju përbuz juve, më përbuz mua, dhe kush më përbuz mua, përbuz atë që më ka dërguar mua. Pra, apostujt janë ambasadorët e Krishtit, të dërguarit e Krishtit, dhe patjetër që ata kanë autoritetin e Krishtit. Atë që bëri Krishti e ribën edhe apostujt. Prandaj kisha, siç thash, është apostolike dhe ka autoritetin e Krishtit, ka mësimin, veprat dhe fuqinë që Krishti u dha apostujve. Por kisha ka vazhdimsinë apostolike dhe këtë vazhdimsi apostolike e kanë episkopët, për shembull në librin e veprave të apostujve na tregohet se si apostull Pavli e la kishën në mbikëqyrjen e apostujve. Dhe më konkretisht ne lexojmë te ligjërata e apostull Pavlit drejtuar pleqjve ose presbiterëve të Efesit. Kini kujdes për veten tuaj dhe për gjithë tufën, dhe ka fjalën këtu për mandrën ose e ka fjalën këtu për komunitetin e krishterë, në cilën shpirti i shenjtë ju ka vënë juve mbikëqyrës, pra episkop, të kullotni kishën e Perëndis, të cilën ai e ka fituar me gjakun e vet. Pra, të kullotni ka në kuptim alegorik, sepse besimtarët quhen delet e Perëndis, dhe patjetër që episkopët si gardian të mësimit të Zotit, të apostujve, të kanoneve të kishës, si mbikëqyrës të kishës, si bari të mirë, ata e drejtojnë komunitetin e krishterë lokal në kullota shpirtërore, këtu flasim në doktrinën, në teologjinë ortodokse, dhe e ruajnë atë nga uqërit, ose nga uqërit e veshur me lëkura dele, pra nga frymra demoniake, por dhe nga shërbëtorët e djallit, siç janë edhe eretikët. Prandaj, të dashur me Krishtin, kisha jon katolike, apostolike, ortodokse ka vazhdimsi apostolike, dhe patjetër që neve jemi ndërtuar mbi themel apostolik. Dhe kisha jon katolike, apostolike, ortodokse në Shqipëri ka themel apostolik. Ne dimë që kjo kishë është themeluar nga apostull Pavli, dhe komuniteti i parë të krishterë ne kemi në Durrës, dhe prandaj dhe kjo kishë ka qëndruar të gjitha sfidave gjatë shekujve, dhe pavarësisht për shembull në regjimin ateist komunist. Mendua se kisha u zhduk, përsëri ajo u ringrit mbi themelin apostolik. Dhe kisha do qëndroj deri në fund, sepse është ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, dhe siç thash, guri i qoshës është vetë Zoti Isu Krisht. Prandaj, të gjithë besimtarët në Zotin Krisht duhet patjetër të jenë pjesë e kishës katolike, apostolike, ortodokse, ndryshe ata qofse janë jashtë kësaj kishe me themel apostolik nuk mund të shpëtojnë, sepse jashtë kishës, si thotë dhe Shën Cipriani, nuk ka shpëtim, sepse brenda kishës është shpirti i shenjtë dhe brenda kishës janë misteret e shenjta, dhe pa këto ne nuk mund të shpëtojmë dot. Duhet dinë se kisha katolike, apostolike, ortodokse ka një mësim, siç e tha Zoti dhe tek apostujt, dhe nuk ka asnjë ndryshim nga ky mësim, pavarësisht se gjatë shekujve kisha nuk ka dhënë një doktrinë të re, por ato doktrinë që dha Zoti dhe apostujt, ajo e ka në një farë mënyrë e ka interpretuar për ta bërë më të thjeshtë për njerëzit. Dhe nëse ne lexojmë tek letra apostull Pavlit drejtuar Galatasve, ai është shumë konsekuent që te krishterët nuk duhet të pranojnë një mësim tjetër nga ajo çfarë tha Zoti dhe apostujt. Përsëri ne lexojmë tek letra e apostull Pavlit drejtuar Galatasve, kur thotë edhe nëse një angjëll i qiellit ju predikoj një ungjil tjetër, ose më mirë, po edhe nëse ne ose një angjëll i qiellit ju predikoj një ungjil tjetër nga ajo që ju kemi predikuar, qoftë anatema, qoftë i mallkuar. Ashtu si e tha më përpara, po e them përsëri, nëse dikush ju predikon një ungjil tjetër nga ai që kemi marr, qoftë i mallkuar. Prandaj e tham dhe përsërisim, jashtë kishës nuk ka shpëtim, vetëm në kishën katolike, apostolike, ortodokse është i sigurt shpëtimi, sepse aty është ruajtur i pastër, i
pa devijuar majtas dhe djathtas mësimi i Zotit dhe i apostolëve. Aty janë të patrondittura themelet apostolike, duke kujtuar dhe fjalët e apostullit Pavlit, sepse u ndërtuat mbi themelin e apostujve edhe të profetëve. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.